Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj në lidhje me një pjesë të veçantë të dosjes së inceneratorit të Elbasan. Ahmetaj akuzohet për 3 vepra penale: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje apo mos deklarim pasurie. Hetimet po ashtu të mbyllën dhe për 9 persona të tjerë pjesë e dosjes, mes të cilëve Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Ky hetim është trajtuar si një fraksion më vete nga procedimi kryesor që lidhet me inceneratorin e Elbasanit. Dosja është hetuar nga 3 prokurorë të posaçëm, Altin Dumani, Enkeleda Milonaj dhe Bledar Maksuti. Ndërkohë, Ahmetaj është shpallur në kërkim nga SPAK që prej korrikut të vitit 2023. Prokuroria ka vendosur gjithashtu sekuestrimin e disa pasurive që rezultojnë në emër të tij dhe të familjarëve të tij. Paralelisht me këtë çështje, ish-zëvendës kryeministri po përballet edhe me një proces gjyqësor në GKK, ku akuzohet për shpërdorim detyre në dosjen e njohur si Buka SHA.